jena të projektet inovative, do të thotë gjatë kësaj jave, desha me cek që në fillim atje te hymja kemi pas ndoshta një ark të vogël. Njëra prej realizimit të idesë, realisht pse na kena ndërmuar këto, është që për me ndihmu një varfër që kena identifikuna, edhe e quhet ndoshta kemi pa edhe në event rry Shigjeshi nëse s'gaboj apo. Edhe thjesht kush ndihet që do me ndodh diçka prej vetes, në ato orkën atje mundet me vendos ndoj coin, ndoj monedë. Hyra po ndale. Thjesht në punisa piksana se është pjesë dhe e edukatës teme familjare që gjithmonë i na arrin atë frymën që për me ndihmu dikujt. E kur jena te edukimi, e kena ftuar këto zotërit Besim Vidën, njëri prej forcave të rradhës, i cili ka realizuar një projekt kogja inovativ ose inovativ për neve, quhet edukimi.net apo edukimi.net. Mirëmbrëma, unë jam Besim Vida, këtu reprezent shumë sa besoj edhe njëni. Këtu jam përpara jush me prezentu projektin tim më të ri, edukimi.net. Po para prakisht kam me tregu, kam me shku disa hapa. Fillimisht do t'ju tregoj disa erdha këtë ide apo këtë projekt që ka përjetova, nuk ke asgjë. Do me kallëzu bagi të dështime që i pata, e pas dështimeve një ide e mirë si edukimi.net. Fillimisht du me për me pas ma qartë ju se çfarë tipi keni përballë ju, kam prezentu vetë çfarë tipi jam. Pastaj kam shku në disa pika tjera si çka kam bërë karrierën time e tjera. Edhe masi pjesën e edukimi.net du me ju prezentu. Tash, ky jam unë, apo kështu kam qenë gjithmonë. Emri jam, email adresa. Vim prej një familjes këtu në Prizren, edhe jam djali më i vogël i tyre. Kam thënë që më kanë lazuru shumë, po s'do të se shokrit e më shumë që jam i lazuru. Hapat e para ndërmarrësi kam hinë si klasën e 4 ose 5 kur kam qenë, atër nuk disha çka është ndërmarrësia. Po kanë qenë do tullumba, ballona me thonë kaq të mëdha, edhe ishin do figura. Nuk e di ndoshta dikujt ju kujtohet. Ke shku e ke zgjidh një figurë, e ke pa numrin edhe prej numrit e ke marrë çfarë balloni ke. Bobin do të blej asnjë një ballon mu, kur pisha klasën e 4 e fakt komplet pa blej. Edhe një ditë dola më hall ashtu me ato mi tregu shokëve kur bën abon me lut 2-3 veta më afrum. Ja futa një çmim diku 1 mark për lojë, ata kanë. Edhe bagi fitova aty. Nesër fillova dola edhe në kashi përballë Midurokut aty, Midurokut vjetër. Edhe aty fillova me fitu edhe bagi më rrit që më bë çefi. Fillova me si dosave tjera me shit, po masi më duhet përpara familja thanë si e për këtë punë, ka mëso edhe e lash. Jeta studentore. Realisht, para se me kalu këtu të hapat e ndërmarrësisë, ju tregoj edhe ideja tjera që kemi bërë si fëmijë. Kemi bërë një gazetë, kam dashur me shit gazetën, kemi shtyp një A4, 3 shok, Armendi, Edoni edhe unë. Kemi shtyp atë gazetën, mundu me shit dhe njerëz dhe kërkuj s'na blej. Dështoj projekt, mase kemi bërë ID karta e do sene tjera. Realisht prej fëmijës kam pas qef me bo biznesin tem edhe me fitu paret e mia, e mos më qenë varur prej pritë. Jeta studentore që më ka orientu bagi shumë në karrierën time. Unë prej veçlisë kam pas qef me marrë kompjuterikën në studiu. Edhe bile bagi një kohë jam mundu, kam kryer disa trajnime, shkollën e mesme kam hinë matematik informatik, vetëm për me kompjuterik. Po në fund moment më ndru mendja, e mora menaxhmentin. Po thonë vetës shqyqyr që e mora menaxhmentin se e gjeta vetën ma te për këtë rritim. Tipi jem ke për menaxhment. Këtu kam bët goxha do aktivitete, kam punë në qendër të resurseve bashkë me Visarin, si vullnetar, edhe Emili jo mrapa aty. Aty kemi bërë projekte të mëdha, projekte të mira, kemi punu goxha shumë, kemi pas një grup të mirë që jemi zhvillu bashkarisht. Këtë kemi qenë studenta, nuk kemi pas hiç përvojë, kemi hinë bashkarisht, kemi zhvillu këtë vetvete këtu. Edhe pas qendrës së resurseve, ishte një organizatë studentëve evropian, këtu e kam qenë me qëllim si PIK, AEG. Këtu mas pa ju antarësova, pas një kohë me votat e antarëve u zgjella dhe presidenti i organizatës. E këtu pas e u zhvillova shumë.
se patëm trajnime të ndryshme në për shumë vende të ndryshme të Evropës. Aty trajnime drejt për drejta qysh me punu me çdo projekt, qysh me punu me individet, qysh mu sill me individet të llojeve të ndryshme, etj. Këtë çto se më më thon 34% zhvillimit tim ja kam borç AEG-s. Në vitin 2009 kam marrë The Best Business Plan, si plan biznesi më i mirë që kam bërë në kuadër të Business Startup Center Kosovo, për call center. Edhe vitin 2012 ka qenë në kuadër të Small Business Days, kam fituar edhe dhuratën si Top Business Idea. Kjo Top Business Idea ka qenë diçka rabatat, që aty që e kam bërë një projekt, po zari do interesant, aty në edhe më pranu si ide biznesit më e mirë. Tash, pika tjetër prej dështimit drejt suksesit. Vitin 2007, ndoshta dikush edhe ju kujtohet, u bë një problem bagi i madh me provim të maturës. E rënë diku 60% të nxënësve. Edhe kur rënë nxënës u bë një buje madhës, po ka Kosovë arsim kualitativ. Çka duhet me bëj, duhet me u zhvillu arsimi etj. Atëherë më ranë mend e pash në Turqi kishin do sisteme dersane u quajtën. Po shkojnë nxënësit special po përgatiten për provim të maturës atje, se ata provimin e maturës kanë shumë vështirë. Edhe çka bona si ide e konceptova një program të ri para përgatitje për provimin e maturës. Këtu në Prizren kemi pas në Akademinë e Teknologjive të Avancuara, të cilën e kishte themeluar vetëm vllai, edhe ai aty isha 19 vjeçar, thash të bëj një projekt të ri për provimin e maturës. Kam pas shumë entuziazëm për këtë projekt, shumë shpresa që mundet me pas goxha sukses. Edhe si po shihni edhe vetë, këto vizatimet këtë janë bërë specifik vetëm për këtë punë, do të thotë nuk janë të kopjuar. Kisha menduar sistemin që në provim të maturës janë 4 lanë kryesore: matematik, informatik, gjuhë shqipe dhe gjuhë angleze. Për këto 4 lanë e gjetëm profesor më të mirë këtu në Prizren që janë. Profesor patëm me shpjegu 4 lanë për 4 muaj rresht. Përveç asaj, mu vetë më ka ndodhur shpesh kur kam dalë para provime, në provim kur kam shku, kam pas stres, nuk kam diçka me menaxhu stresin. Fola me një psikologe, ajo patë më mbajt për menaxhim stresit një seanca apo disa trajnime që me menaxhu stresin, çka më bëu tek më bëu. Edhe orientim karrierë. Se orientimi karrierë është shumë i rëndësishëm. Për arsye se nëse merr arkitekturën, jeta ka më shku me arkitekta. Kemë marrë kohjen e arkitekturës. Nëse merr teknologjinë, jeta ka më shku ka me inxhinierat tonë, mjekësinë etj. Unë kam pas fat që në moment fundit familja më kanë ndiku pak për me ndërru drejtimin. Mos më marr kompjuterikën, po më marr menaxhmentin. Atëherë, edhe ky program ke në kuadër të kësaj. Edhe komplet llogaritëm 25 euro ke muaj kursit në atë kohë, thash 4 kurse nga 25 euro 100 euro. 4 muaj nëse shon 400 euro. Përveç në programeve, unë pata për 190 euro krejt këto. Am besoni shumë kemi investuar, shumë jemi lodh të shtoj projekti. S'ka pas asnjë të interesuar. Që këtu gjatë kush vjen do shta me tregu sukseset e tyne, por realisht suksesi është i bashkëmangshëm pa pas dështime. Patjetër duhet me pas disa dështime e masi me arrit një sukses. Ky ka qenë dështimi im i parë, jam demoralizuar shumë edhe thjesht nuk disha çka më bëj, çish më e zhvillu këtë sa. Mase çau po hajt tash po provoj në Prishtinë, atë punoja në qendër të resurseve. Këtu në Prizren kemi bërë reklama me gazet, televizor, plakata, flyera etj. Kur gjë sukses. Prishtinë vetëm bona në Facebook një thirrje thash prezantoj për këtë program kam u bajt në këtë vend, në qendër të resursave 12 veta më paraqitën vetëm me Facebook. Që aty u nala thash Prizren s'pas ka kur gjë për këtë projekt, ti Prishtinë, po familja do të përpafër, kryej studimet se pa e kryej studimet nuk mundesh me bëj biznes etj. Edhe mendojsha qysh me jam po diqysh këtu profesor, masi gjeta këtu gjithçka, këtu profesor të shpjegojnë, po ata atje le të kthyen në Prishtinë to trajnime. Edhe tu e lodh kokën për këto, mu dheze si Alica këtu kry, edhe thash, okay, koka interesante me bëj diçka, kurs me bajt në përmes internetit. Trajnim, këto kurse që janë matematik, fizik, këtë qëto që ishme, po me qenë në internet ato.
Mendova këto, kjo ka qenë ide para 3 vjetë, mendova po nuk disha ç'më bën, nuk disha ç'më ja nis, çka duhet, tek duhet. Këtu nuk ka pas një program të edukimit, të e-learning në Kosovë, për më bazu të ta. Edhe një kohë gjatë punova me këqyrë qysh me bo këtë program. Pas një kohë, fillova, kam pas probleme goxha të mëdha, të cilat do t'i tregoj edhe më vonë. Pas një kohë, erdha edhe e bona u konceptu, mas 3 vjetë puna u konceptu këtë program, edhe e qitë me emrin edukimi.net. Tash bëhemi sinqer, njëna prej arsyeve pse është edukimi.net është edhe domenin e pata qetë lirë, se domena ka qenë bëjë vështirë me qetë. Tash, çka është ky program? Çka është edukimi.net? Çish mund fëmijët me mësu nëpërmes këtij programi, çfarë trajnime, çka ofron vetfaqja? Mas po e përshë një video me pa çish ofron ligjëratat. E pastaj kam ju treguar do pika tjera se çka ofron vetfaqja. Hello, welcome to the English class in edukimi.net. Today we are going to talk about countable and uncountable nouns. Pra përshëndetje, mirë se erdhët në edukimi.net. Sot do të flasim për emrat e numërueshëm dhe të panumërueshëm. Countable and uncountable nouns. Countable nouns. Countable nouns are those nouns that can be counted. How counted? Well, those nouns that have both singular and plural numbers. Pra, emrat që mund të numërohen janë emrat që kanë një numër në njëjës dhe një numër në shumës. Sikur që I kemi rastet këtu. Dhe këtë si që tham edhe në rastin e segmenteve, edhe këtu kemi nevojë për kompasin. Po e marr unë kompasin dhe po e bart tek këndi I dhënë. Dhe këtu duke tërhequr unë një kënd, ose kam nevojë ta zgjeroj edhe pakës, kështu pra. Dhe në qoftë se tani unë e bardh këtë kompas, e vendos në fillimin e gjysmë drejtës që do ta vizatoj, e rrotulloj kompasin. Ky është këndi që më duhet për konstruktim. Tani unë do ta zhvendos kompasin nga këtu dhe do marr vizoren edhe do ta konstruktoj. Që kjo ligjërata ketë kuptimin e plot, që kemi një uri të përgjithshme për qelizën, atëherë ne do të bëjmë një lloj krahasimi në mes një qelize bimore dhe një qelize shtazore. Në anën e majtimin ne kemi qelizën bimore, ndërsa në anën e djathtë ne kemi qelizën shtazore. Në fokus ju vetë mund të identifikoni pjesë të qelizës bimore dhe qelizës shtazore. Trupat në mes veti dallohen edhe sipas formës. Ja një shembull. Kemi tavolinën. Tavolina ka formë tjetër ndaj karikës. Pastaj kemi edhe një shembull tjetër. Si trup kemi marrë topin. Edhe topi ka formën tjetër ndaj lapsit. Përveç formës, trupat dallohen edhe për nga masësia e tyre apo vëllimi. Në fillim, temperatura është e ulët dhe e zakonshme, ajo e dhomës, dhe se shtypja atmosferike është prej 1/5 atmosferësh. Mirë po, në qoftë se do të veprojmë me anë të temperaturës në këtë enë, do të vërejmë që shtypja po ndryshon. Siç po e shihni edhe ju vetë. Këtu keni hartën e Babilonisë, qytetit e Babilonisë, që dal nga dal prej Babilonisë do të shohim se si villoi të bëhet një zgjerrim I territorit të tij dhe më vonë të bëhet edhe si mbretëri në vete. Pra Babilonia krejt kë ka ndikuar në zastën dashur pozita e tij përshtatshme, 2 luginat e lumeve, Tigër dhe Eufrat, dhe rrugët tregtare që kalonin thuaj ditë natë, kalonin në pellgun e lumeve. Jupiteri rezaton më shumë energji se sa që e merr nga dielli, po ashtu ka unaza, mirë po unazat janë shumë të zbehta, për këtë arsye nuk vrehen
sikurse unaza tjera të planeteve gjigante, sidomos të Saturnit. Tani do të shkojmë prej Jupiterit, do të udhtojmë te planeti i Saturnit. Kjo është pamja tredimensionale e planetit Saturn, që të dashur nxënës ekskluzivisht këto pamje vi nga edukimi.net për ju. Besoj që keni pamje më të qartë trujnë e ju, apo se qysh munda me mësu fëmijët prej internetit. Tash, përveç kësaj po do më tregu edhe çka kemi para pan, webfaqe me pas për këtë për nxënës këtu. Kjo webfaqe është 100% në thon webfaqe shqiptare. Kemi analizuar shumë webfaqe të tjera në përbot, çka janë, tek janë, çka ofrojnë. Po koncepti që kemi bërë të bazuar në nevojat e prindërve dhe nevojat e nxënësave, edhe plus arsimtarëve. Kemi intervistuar goxha prindër, nxënësa, arsimtar. Këtu për shembull e tregu që ka pasur edhe video edhe më të shumë, për shkak njëri prej tyre edhe profesori Afrik këtu, histori që jep, po për shkak kohës ngushtë nuk mujta me lënë të gjitha videot. Tash, t'ju tregoj çka ofron tjetër webfaqja këtu. Është sistemi quizave. Shpesh edhe ju dini që na ndodh neve në rast kur të lexojmë diçka, mund ka ndodhur shpesh kur kam lexuar një libër, një flet, një faqe apo diçka, nuk kam mujt me majt me ato që kam lexuar. Pse? Për shkak se s'kam qenë i koncentruar, për shkak hiperaktivitetit. Edhe sot fëmijët janë shumë hiperaktiv, nuk po mundem të koncentroj. Për me evitu këto, për mi dalë përpara kësaj e bëm sistemin e quizave. Tu fol videoja, në moment, me një moment dalet videoja dhe del një pyetje. Pyetja ka të bëjë me atë pjesën që e ka shpjeguar profesori. Në mënyrë që me kuptu, a e ka kuptu mirë nxënësi mësimin apo jo. Nëse nxënësi din mu përgjigj pyetjes, atëherë vazhdon me video. Nëse nuk din, si këtë rast, thot përsërite këtë pjesë edhe një se nuk e pas e kuptu. Do nuk lën me kalu mandej pa e kuptu mirë mësimin nxënësi. Do të shkoj pak më shpejt. Tjetër çka ka teste në webfaqe. Ja këtu që shkoshin janë teste me nga një pyetje dhe disa pyetje të sakta, por dhe disa përgjigje të sakta. Këtu kemi po krejt sa herë që një nxënësi në test. Për një langë saktu, aty i ruhet logi. Për shembull, tu tregon 50% ka votë dyert në këtë test, datën, orën edhe sa minuta ka kryer testin. Krejt këto i shkojnë prindërit në llogaritë prindërit. Tash do t'ju shpjegoj ajo çka është. Tjetër që kemi po që nxënësit po ka nevojë orarin me shkruajt. Mas që ka nevojë orarin me shkruajt, mas të shkruajnë në përfleta, në përfletora apo vende të tjera, e bën në të shkruajnë internet. Orarin mundën me e caktu në webfaqe, çdo njëri veç e veç. Edhe kur vjen për shkak dita e hane, hane ka me të tregu se çka ka sistemi automatikisht hane ka me tregu këto mësime i ke. Kur vjen mërkurja ejtja, i tregon automatikisht këto mësime i ke përgatitur për këto. Përveç saj, planifikimi mësimor. Nxënësit mundën me planifiku mësimin, me thonë për shembull, po du për një javë me ditë martë ka mësuar fizik, mërkurën, këto ejtën të. Për shembull këtu në një rast ka bu planifikimin mësimor, ka përshkruar çka, datën edhe orën ka cek edhe. Si të vjen kjo kohë sistemi automatikisht ka mi lajmëruar aty. Në webfaqe, po kemi më bëllë sistemin e SMS-ave në të ardhmen, ku nxënësit kanë mi ardhur SMS-in në telefon, ku t'i afrohet ku afër me mësu. Edhe, sa një më interesant që shumica e webfaqeve për e-learning nuk kanë llogaria e prindërve. Prindërit po kanë probleme me nxënësin se sa prindër po më thënë sa herë që po pyes djalin ta ke mësuar, po thotë po kam mësuar. A keni po shkon po merr një shën shkollë. Atë çka më po? E bëjmë një sistem që prindi ka më pas username passwordin e vet. Para pasojë nxënësi ai dinë nuk e di. Nxënësi nuk ka më pas çostin në llogari. Edhe ka me hyj edhe ka me kontrollu se sa kohë po harxhon nxënësi webfaqe. Cilat janë rezultatet e testeve që po i bëjmë. Përveç rezultateve të testeve, cilat mësime po fokusohet më tepër, apo mëson më shumë fizik, kimi, biologji apo diçka tjetër. Krejt këto sërë do thotë mundet me pa prindi prej llogarisë time veçantë.
Edukimi piknet në somelezat, kjo është slogan jo. Pa e do po foli për këtë slogan, po kritikoj, po komentoj. Po nëse shkojmë me një aspekt me mendu se mësimi, kurs është knatësi për nxënës. Unë personalisht, për tash, mos më lëmë përshtypjen që kam qenë ai nxënës i shkëlqyeshëm më të qenë shumë. Nuk kam qenë. Fillore kam qenë shumë mirë, mesme kam qenë katastrofë, vetëm e kam gjetë më tepër në fakultet. Fakultet më tepër kam mësuar më thonë. E tash, mësimi nuk ka kur kënaqësi për nxënësin. Unë kurse jam kënaqur mësu. Nuk e di u kënaq dikush për juve. Besoj që sa në një të keni edhe ju. E tash, me këtë sistem na po mundohemi diçka sa më atraktive më bën nxënësit për më mësu nxënësit. Edhe për këtë arsye edhe sloganin e përdorëm mëso me lezet. Çfarë të liu, në këtë sistem u bë punë e madhe. Goxha punë e madhe. Edhe na si Akademi Teknologjike të Avancuara, si ATA, kemi plan edhe shumë projekte tjera që kemi më bërë. Atëherë, ju ftoj edhe juve, kushdo që shtabisoj për parë kam edhe unë thonë, kushdo që ka ide kreative që do në bërë, resurset mundet me gjetë te na, te ATA. Letë vjen, kemi projekte shumë të mëdha në të ardhmen që kemi më bërë. Për shembull, projekti 2 në radhë që u prit, përveç kësaj që kam u zhvilluar edhe për shkollat mesme, sepse ky program fillimisht është për shkollat fillore, klasa 6 deri në 9, kam u zhvilluar edhe për shkollat mesme edhe për universitet në vitet e ardhshme. E tash, hapi i dytë apo projekti i dytë është radio kemi, radio online. Ftoj edhe juve, kushdo që ka ide apo diçka, le të na bashkangjitet. Unë pata kaq me këtë prezantim, tash a kemi një pyetje apo diçka. Këtë prezentim për pyetje. Po, Çka është përparësia juaj përpara, për shembull kur e dim që ka e-learning tjera si për shembull Khan Akademi ose edhe tjera. Çka është përparësia juaj para ligjërimit aty në dhe a keni një për trajnimi.net? Po, mas pari, Khan Akademi ata janë një sistem këtë tjetër. Khan Akademi është që ofron trajnime të fokusuar, për shembull fokusohet për kontabilitet, nuk kështu në një plan program apo diçka tjetër, po vetëm për kontabilitet apo diçka tjetër. E na jemi fokusuar pikërisht vetëm për këto trajnime të Kosovë që po ofron. Jo trajnime, po ne jemi fokusuar më tepër në arsimin formal. Dhe kjo është një sistem komplementar i arsimit formal. Se për këtë trajnim.net, kam dëgjuar për trajnim.net, po trajnim.net është një vendfaqe që ka një sistem të gatshëm, edhe e kam provuar dhe po ofrojnë të trajnime si për menaxhmente, programim. Pa nuk është diçka e krijuar për nevojat e këturit. Nëse edukimi.net është krijuar 100% për nevojat e këturit. Do nuk ka absolutisht asnjë kod të kopjuar prej ndonjë vendfaqe tjetër. Nuk ka nuk e përngjan asnjë sani tjetër në vendfaqe tjera. Për këto edhe plus është diçka e strukturuar. Do të jep diçka që është e bazuar në programin e ministrisë, është thjesht e strukturuar. Ndërsa trajnimi.net është diçka që kanë hapur disa veta apo kushdo qoftë edhe një kompani nëse është, e kanë hapur edhe nuk është një vendfaqe e strukturuar. Ato mundeni më pa edhe vetë, hini në edukimi.net, hini në trajnimi.net, e keni dallimet e juaja. Tash do t'ju shpërndajmë nga një fletushk që kush ka dëshirë mundet me pas informata shtesa. do shta thonë një pyetje. Ju thatë që gjatë testeve, realisht ata mundën me u përgjigj 3 për 3 online. Mirë po, kur vjen për të examen të matematikës, do shta nuk mundet automatikisht me gjetë për ato përgjigje një po i duhet diçka tjetër. Kishë që më marrë sot mu, si një fëmijë ku jene 7 vjeçar ose 12 vjeçar, që unë direkt duhet me kliku aty kur se ndjejën e zgjidhjen e shkollës matematikës, do kuptoja ajo ambientale dhe për me kursy letër e tjera. Mirë po, qysh kishë mujt me shtypë mu, ose cilat metoda ju i keni përdorur për me inkuraju këtë aty. Seni parë, kur ja kemi nisë me këtë projekt, ka qenë qëllimi që me ofru nxënësve diçka, ma tepër që mësojnë shkollë. E tash, nxënët çka bëjnë? Shumica po përdorin vetëm kompjuterin. Tash mosha që tash klasa 6 deri në 9 është mosha prej 11 deri diku 15 vjeçar. Dhe ata shumica po përdorin kompjuterin apo pritojnë me letër. Po pritojnë me mësues libra standarde të tjera. Tash, na jemi në çdo prezantim të profesorëve apo ligjërim thotë që kur të dëgjoni, kur të kërconi këtë video
merrni flet edhe ushtroni. Tash një nxënësi, kur të ka testin e matematikës, ajo ka pyetjen edhe rezultatet. Ai patjetër duhet të marr fletorën edhe me zgjidhje detyrë, sepse nuk mundet detyrën online me zgjidhje me mouse apo me tastaturë. Edhe profesori vetë i kurajë me marr edhe librin, jo me lënë librin anash, edhe fletorën, por me shkruajt pyetjet, me zgjidhje detyrën në masë ti vetëm e cek e të nuk përgjigjen aty. Dhe pyetje tjetër? Po. Problem? Kevin qytetar jo. Besim, e din që të kom thonë më herët që ideja është edhe ka pas nevojë. Po do me pyet për dy cene, dy drejtime. Njëri po shihet që temat ose çato ligjëratat janë saktësisht vetëm për treg Kosovës, se janë bazuar në plan program që fëmijët e tonë mësojnë në shkollë. Edhe po do me pyet, a keni menuar që keni treg veç në Kosovë, se nuk kemi treg për teknologji, nuk kemi treg i madh. Tash shumica për shembull njerëz që po punojnë teknologji në Kosovë, po janë sana që për me kap tregun më gjatë. Po është më mirë atje për shembull me kap tregun shqiptar, nëse themi shqiptar nuk është i vogël atë. Çka kjo ke njëra, edhe e dyta është problemi ose debati i përditshëm teknologjia sa pe izolon individin për jetën shoqërore. E tash sfodijune personalisht po flas tash, këtë rast unë maj mësime online në tjera platforma për vetë. Po nuk e di për fëmijët, a keni mujt ju me bën çat sistem që mos me shëndu shumë kohë çaj fëmijë atë për shkak. Se mundet mi pëlqy në shtalon, da, do me 3-4 orë para kompjuterit, edhe 3-4 orë para kompjuterit për një fëmijë nuk jam të shneq. Po thonë kështu, po di sa ke shisha. Okej. Tash, sa i përket pyetjes të parë. Tregu i Kosovës nuk është tregu i vogël. Për sa i përket nxënësve. Pajtohem që Shqipënia është tregu më i madh, por për ne Kosova nuk ka tregu i vogël. Janë 170.000 nxënësa për klasë 6 dhe klasë 9. Na po synim 1%. Jo 10%, vetëm 1%. Është e kënaqshme. Çmimi që e pat, 10 euro. Të jemi bazu se arrova këmë tregu më herët, jemi bazu në standardet kosovare. Sa kanë të ardhur, sa kanë asi, kemi analizuar GDP-a të çdo sene ekonomike të shpërstyi, jemi bazuar atë edhe kemi bërë çmim. Kështu që nuk është tregu i vogël. Po, në vitin 2015-2016 kam ndryshuar plan program. Krejt komplet. Kam qenë një plan program Kosovë-Shqipëri. Kosovë-Shqipëri Maqedoni. Në gjuhën shqipe për shkak. E atëherë na krejt ose na prej fillimit duhet më bë, edhe duhet më bazu me një treg më të gjatë. Po deri ata a kemi me qëndruar kohë. A nuk kemi me qëndruar kohë, ajo nuk vjen. Se përket pyetjes, problemi më i madh i prindërve këtu është që nxënës po kalojnë jo 3-4 orë në internet, po kalojnë 5-6 orë në internet, shumë më tepër. Edhe po përdojnë internetin për Facebook, kryesore. Tash kanë filluar Twitter, Instagram. Po përdojnë internetin për lojra. Këto sanat për fëmijët e moshës pubertetit janë gjëra bosh. Edhe bile janë gjëra degeneruese. Facebook ka shumë gjëra degeneruese. E tash prindërit po janë shumë të kënaqur që kemi bërë këtë sistem, se po thënë që po ma largon djalin pak prej internetit, prej Facebookut, dhe pja pati mundësin me mësu. Në që shtaj, nxënës nuk po mundesh mjerë prej kompjuterit. Mas që nuk po mundesh mjerë prej kompjuterit, atë ti ofrojmë dhe të mësojmë dhe prej kompjuterit, dhe le ti hekim pak ato gjëra të poshe, dhe ta minimizojmë, se me hek komplet nuk mundet, për dhe ta minimizojmë. Që sa vjetë keni online dhe sa përdorur? Me thonë, 3 vjetë jemi të bërë këtë ide. Një vjet e gjysë aktivisht po punojmë këtu, aktivisht do të thotë pa unë të gjithë ditë. 3 kemi hinë në 2 tetor këti viti, do të një muaj e gjysë vetëm jemi 3. Për një muaj e gjysë regjistrimet që janë bërë, regjistrimet në vetë poqe, janë dikur 2500 vjetë. Po abonimet janë më të vogla. Abonimet janë goxha më të vogla, do të thotë të nxënësve. Edhe Sa është numre? a është patjetër me tregu. Okej, do të thotë kjo vetet si sekret i organizatës, abonimet janë më të vogla. Shoni, shumica po thënë për këtë projekt është projekt i suksesshëm. Për mua kanë qenë dy sene që do isha mi arrit. Njëna me bokët projekt, sepse në Kosovë kanë filluar edhe me bokët sende 2-3 kompani tjera, sipas informatave të po nuk kanë arritur, nuk kanë ujtë. Për çfarë arsye nuk e di. Na suksesi i parë ishte që arritëm me bokët program, arritëm me bokët koncept. Dërsa suksesi i dytë për mua personalisht është jo kur andarson 2000-3000 vete, por kur shoh që online
nimi veta, po mësoj, e këtë vetë faqen, po mësoj nimi veta online, në të njëjtën kohë, atëherë për mua është suksesi i dy që Faleminderit. Ka edhe me pyetje? Po? Ka keni menu për të ardhmen me bëna i aplikacion për device që qoftë iPad, iPhone dhe në sistem operativ tjetër. Tash për tash është aplikacion, do me iPad munden me, realisht iPad edhe një muj zgjat me bo për iPad, por me Android munden me hin tash, dërsa për të ardhmen kemi mendu aplikacione me bo për nivelin e ulët, klasa parë dhe klasën e 5. Aty jemi shtyrtim vetëm një projekt shumë më i madh, jemi në shtyrtim të folë me psikologët, edhe me arsimtarët me bo animacione të ndryshme, gjëra të ndryshme për fëmijë, që fëmijëve më bo me kuptu fëmijët sa më mirë ato. E tash aplikacionet kanë më bo për kompjuter, po ato edhe për kthem, për iPad apo Android apo diçka tjetër. Në të ardhmen është plani, po besoj që 2 vjet ka rrugë. Okej, pra po të më vazhdu që aty, a është, nëse të që është aplikacioni që tash për në iPad, sa e, a është taman native apo është respond, se... Kështu, Android është për momentin, dhe sa iPad ka më bo, enda nuk u va. Po, nuk ka me qenë aplikacioni veçantë, po ka me qenë mundësia për me përdor vetë faqen prej iPad. Ka edhe me pyetje? Okej, edhe si një pikë tjetër që harrova me tregu që kemi si plan afat mesëm, të cilën kemi fillu vetëm me bo, është jemi të kriju një komunitet të edukimit në Kosovë. Ky komunitet po përmban 2 shkolla prej 5 qyteteve kryesore. Këto shkolla kanë me qenë partner tonë. Edhe ata nxënës që ata arsohen në këto shkolla, që abonohen te ne, kanë pas 10% që kanë ju kthy si donacion shkollës. Po jo si para të gatshme, po kanë kthy 10% si projektora apo si pajisje nevojshme për shfrytëzim. Qëllimi i afat mesëm, na thon për 2 vjet, është që këto shkolla që janë komunitet të edukimit, me pas çdo klasë projektojnë e vetë. Me pas arsimtar të trajnuar për teknologji të re, informative për shfrytëzimin e teknologjisë të re informative, edhe nxënës e kësaj shkolle me qenë nivel sa më lart me provimet maturës e tjera e tjera. Qëllimi këtu është për me blloku pak a shumë konkurrencë. Në rast se ne mundemi me kriju këtë komunitet të edukimit, atëherë kushdo që fillon, kushdo që vjen mas neve, tash për tash jemi të parë në këtë idhërmi. Kushdo që vjen mas neve kanë pas shumë ma probleme të depërtu në treg se sa na që kemi tash. Për këtë arsye po krijojmë edhe komunitet. Faleminderit për këtë prezantim.